Mendoj se zgjidhja kryesore lidhur me krizën e refugjatëve nuk është thjesht përballimi me pasojat e krizës, por është përqendrimi i Bashkimit Evropian, i Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe aktorëve tjerë të rëndësishëm për t'i dhënë fund konfliktit në Siri dhe vatrave të konfliktit edhe në zona tjera, nga ku kemi aktualisht burimin e krizës, por edhe burimin e refugjatëve që duan t'i largohen luftës. Sa i takon përballimit të kësaj krize, sigurisht që Shqipëria si një vend demokratik, por edhe si pjesë e komunitetit euroatlantik, por edhe ati evropian në ndarjen e vlerave, jam i bindur do t'japi kontributin e saj për aq se ka mundësitë dhe kapacitetet e saj.